Vllaznia I ka dhënë fund rrugtimit në Conference League pasi u mposht me rezultatin e thellë 5-0 nga Malisheva në ndeshjen e kthimit të turit të parë të zhvilluar në Kosovë. Pas fitores 2-1 në Shkodër, skuadra kuqe-blu nuk arriti të ruante avantazhin, duke u eliminuar me rezultatin e përgjithshëm 6-2. Skuadra kosovare dominoi takimin nga fillimi në fund. Krshnik Uka realizoi 2 gole në minutat e 34 dhe 52, ndërsa Xhemali Bishi shënoi në kohën shtesë të pjesës së parë. Arbenor Veliu thelloi rezultatin në minutën e 57, ndërsa Krenar Dulej vulosi fitoren 5-0 në minutën e 90. Vllaznia zhvilloi një nga paraqitjet më të dobta të viteve të fundit në arenën europiane, duke mos krijuar reagim përballë një Malisheve që kontrolloi plotësisht lojën dhe meritoi kualifikimin. Pas përfundimit të ndeshjes, nga kampi I kuqe-blu nuk pati asnjë prononcim për mediat, ndërkohë trajneri I Malishevës Tomas Brdarić shprehu entuziazmin për arritjen e skuadrës dhe kualifikimin në turin e dytë të Conference League. Kemi qenë plot me energji dhe mund të them se e merituam plotësisht këtë fitore. Çelësi I këtij suksesi ishte tek besimi që kishim dhe vetë kontrolli ynë. Në ndeshjen e parë në Shkodër u treguam më emocional se ç'duhej. Ky eliminim përbën një zhgënjim të madh për vllazninë e cila mbyll aventurën europiane që në raundin e parë, ndërsa Malisheva vijon rrugtimin në fazën e dytë të kompeticionit.